Në shenjë solidariteti, Komuna e Kërçovës ndau një ndihmë financiare prej 10.000 euro për familjet e të prekurve nga tragjedia e Koçanit, ku humbën jetën 59 persona. Vendimi u mor në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Kërçovës, i cili filloi me 1 minutë heshtje në nder të viktimave. Kryetari i Komunës së Kërçovës, Fatmir Zehari, theksoi se në këto momente të vështira për Koçanin dhe të gjithë vendin, Kërçova është e bashkuar në dhimbje për familjet e prekura. Fundoi mbledhja e Këshillit të Komunës së Kërçovës, sot e ftuar nga kryesuesi i Këshillit, zoti Skënder Xhabiri, dhe gjithë administrata komunale, pra me rastin e tragjedisë Koçanit, kur humbën jetën shumë të rinj, pra 59 vetë. U solidarizuam si komunë, duke shprehur ngushëllime të sinqerta familjarëve për këtë rast, për humbjen e më të dashurve të tyre. Komuna e Kërçovës njëkohësisht solli vendim pra kuvendi komunal për të mbështetur minimum në këto momente financiarisht diçka për këtij rasti, dhe nga rezervat buxhetore ndau 600.000 denar apo 10.000 euro, të cilat do të realizohen nëpërmjet kryqit kuq. Pra një moment i dhimbshëm, një moment tragjik, ku çdo njeri nga ne, njëkohësisht duke ftuar pra dhe qytetarët dhe komunitetin e biznesit, ku çdo që ka mundësi të ndihmojë për sado pak të lehtësojmë pra këtë situatë.